Ka përfunduar takimi i kryeministrit në detyrë një herësh kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti dhe kryetari të PDK-s Memli Krasniqi në kuadër të përpjekjeve për zhbllokimin e gjendjes së krijuar në Kuvend dhe krijimin e institucioneve të reja të dala nga zgjedhja e nënshkurtit. Krasniqi pas takimit tha se qëndrimi i PDK-s nuk ka ndryshuar për Albulena Haxhiun, pasi ajo nuk do të kalojë dhe nuk do të zgjidhet kurrë me votat e tyre si kryeparlamentare e Kuvendit. Krasniqi shtoi se në takimin me Kurtin, ai shkoi për t'i thënë që ta ndrojë kandidatin nëse do konstituimin e Kuvendit. Unë ju njoftoj që pak më parë kam përfundu takimin me kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, deputetin Albin Kurti, me cilin kemi shkëmby ide dhe diskutimet për sa i përket konstituimit të Kuvendit Republikës Kosovës. Qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të mijat janë ato që ju i dini. Unë ato që kam thonë pas çdo dështimit se ancës këtu para jush, ja kam thonë dhe zotit Kurti përsëri që për PDK në shumë e rëndësi që sa më shpejt zhbllokohet kjo situatë, që të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës e që të hyhet në fatet kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme. Dhe për të ndodhur kjo, padyshim që privilegji kushtetues për ta propozuar kryetarin ose kryetarin i takon parti që ka dalë para, në këtë rast koalicionit Vetëvendosje Guxo Alternativa. Por, me qenë se është hera e parë në historinë e parlamentarizmit në Kosovë, që një parti apo koalicion që s'ka shumicë parlamentare, po kërkon me zgjedh kryetarin ose kryetarin që dëshiron, atëherë normalisht që një gjë e tillë nuk mund të imponohet në mënyrë se siç ka ndodhur deri tash. Kështu që edhe zotit Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidatura të tjera. Ashtu që kam thonë dhe juve këtu, ky është qëndrimi i PDK-s. Ne nuk kemi pas qëndrim bllokues mohues. S'na takon neve me zgjedh kryetarin e Kuvendit partisë që ka dalë parë. Asnjëherë në kaluarën nuk është zgjedh, as është votu një kryetar apo kryetare Kuvendit prej atyre që s'kan marrëveshje politike. Ne s'kemi marrëveshje politike. As po merremi me një çështje e tillë, qëndrimet tona ju i dini. Po përkundër kësaj, po them janë që ta votojmë një figurë që mund të jetë e pranueshme dhe tashmë janë spaku dy opsione prej kolegëve të opozitës që janë përmend që mund të kemi votat. Kjo pra ka qenë boshti i diskutimeve. Pjesa tjetër, nën kryetarët as që diskutojnë, as që lidhen me diskutime për kryetarët. Janë çështje ndame. Neni 67 i Kushtetutës e ka fjalin zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve, por kjo s'do të thotë që është e njëjta gjë. Sepse ai që deli pari, edhe gjykimi 2014 si gjykatës kushtetuese e ka qartësuar. Është pozicion shumë i rëndësishëm. Nuk i kemi ne pozicionin e kryetarit Kuvendit, pozicion simbolik siç po thonë disa. Jo, është pozicion shumë i rëndësishëm dhe ka ndodhur edhe në kaluarën që mund të jetë kreu i shtetit. Mund ta luajë apo ta ushtrojë detyrën e presidentit. Kështu që nuk është asafërsisht i zbarazvlefshëm, i krahasueshëm me nënkryetarët. Ju flet dikush që ka qenë nënkryetar dhe që e di mirë këtë punë, andaj çështja e nënkryetarëve nuk diskutohet, ajo është pako, votohen 3 shqiptarë, po menoj 3 kandidatët e 3 partive më të mëdha ndamas, pastaj minoritetet dhe kështu me radhë. Kështu që kjo është këtë që kemi diskutuar, nuk besoj që ka ndryshuar si situatë. Por që ta dinë edhe tjerët që dje kanë pasur ndonjë pikpyetje, Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë në kaluarën as sot nuk i heziton dialogut dhe diskutimeve me këndo. Na e kemi përgjegjësinë para votuesve tonë më së pari, po edhe para këtë qytetarëve të Kosovës. Dhe do të ishte për perceptimin tim një ikje e panevojshme, ne as i kemi i kërkuar në kaluamën, as i kemi sot, as kemi i tashmë, sepse i paraqesim qëndrimet tona që i kemi e të cilat janë transparente të hapuna.